Por nuk duhet ketë askush trup dhe siklet, në qoftë se e ndjen që është momenti i dur për atë si person vetë që dalë thotë që po, unë jam i zë që duhet të krijoj një formacion apo mendoj se duhet bërë një gjë e tillë. Unë nuk e shkoj akoma këtë gjë. Ndaj ndoshta me drejt ka të drejtë dhe zotëria në studio që thotë që duhet marrë një nocion më politik gjëja, nuk mund të rithjesh në këtë situatë. Këtu bien dakord bashkë, pastaj për gjëra të tjera ndajeshim për sa i përket faktit që nuk mund të mbysesh një zë për shkak sepse ekzistojnë këto rreziqe të tjera le të themi. Do me si e parashikon vijimsinë e protestës në kushtet që është edhe aktualisht, pra në formën se si po qaset e publiku ditë pas dite pa ndryshuar asgjë. Pra jemi qytetarët, është zëri qytetarë, s'ka nevojë për një kokë drejtuese, edhe duam me ultimatum dorëheqjen e kryeministit Rama. Po ka të paktën nga mënyra se si është konfiguruar gjithë kjo lëvizje qytetare, gjithë kjo protestë, ka dy mënyra se si mund të përfundojë. E para mjafton të shohim shtetin serb, në çfarë ka ndodhur në Serbi, protestat kanë vijuar me të njëjtin konfigurim për diku ke 2 vite e ca dhe Vučić është akoma në këmbë dhe një arsye pse kjo ka ndodhur sepse protestat nuk kanë arritur dot të formojnë një alternativë politike, një parti politike që është e nevojshme në mënyrë që protestat të kanalizohet politikisht dhe të vijë përfaqësimi qytetar që ka munguar, kjo jo për të thënë që regjimi Vučićit nuk ka përdorur krimin, nuk ka përdorur administratën, nuk ka përdorur policinë, sigurisht që edhe Rama dhe Vučići i kanë këto mekanizma, por për të thënë që në rast se do kishte mekanizëm politik në Serbi, protestat do kishin përfunduar ndryshe dhe kjo po të paktën është herët përgjykuar në sensin që jemi akoma 20 ca ditë, por siç po duket në rast se vijon kështu, pa kokë protesta dhe pa një plan të qartë politik dhe institucional, mund të shkojë ashtu ose pastaj mund të vijë drejt përçarje, sepse të paktën ne që kemi kontakte në terren aty dhe unë kam folur me gazetarë, me analistë që janë pjesë e gjës, nuk ja përmend dot emrat për respekt, që më kanë thënë që aty ka 10-11 faksione që po zihen me njëra tjetrën kush e kush do të drejtojë protestën. Pra ka grupime të cilat kërkojnë të marrin në kontroll protestën dhe kërkojnë ta paraqisin veten si drejtuesat e protestës. Pra një tentativë nga grupime të caktuara aty për ta marrë protestën ka dhe për t'i dhënë një drejtim protestës. Problemi është që në këtë tentativë sipër, këto grupime politike mund të hanë njëra tjetrën, sepse janë disa grupime politike që po luftojnë ose disa grupime ideologjike, disa faksione që po luftojnë me njëra tjetrën kush e kush të marrë drejtimin e protestës dhe kjo shkon për të thënë atë që unë thash në fillim që ti s'mund të kesh dot në protestë edhe marksist, edhe nacionalist, edhe fashist, edhe komunist, edhe liberal, edhe konservator, edhe globalist, edhe sovranist. Kjo është pikë pyetja e madhe, si ja bëjnë deri tani që qëndrojnë të tillë? Jo, ata ja bëjnë sepse ata nuk kanë kokë dhe janë të gjithë të mbledhur për arsye të ndryshme, por ajo çfarë unë dua të them është që ti t'i japësh kokë gjës, ose këto grupe do luftojnë të gjithë me njëra tjetrën dhe do fitojë vetëm një grup, ose pastaj do duhet të ketë një forcë të jashtme që i merr dhe i bashkon të gjitha dhe i thotë ulini ambicjet edhe kësaj gjëje ne do t'i japim trajt politike. Pra këto janë dy mundësitë ku protesta mund të shkojë dhe shkojmë po prap tek ajo që thamë në fillim që do duhet të ketë një alternativë politike, do duhet të ketë një parti politike që del nga protesta në rast se do kërkoj të bëhet fuqi